Një aparat kundër zjarrit në shenjë simbolike u vendos para gjykatës së Tetovës dhe prokurorisë nga Iniciativa Zero, që përbëhet nga nxënës të shkollave të mesme dhe student. Qëllimi është që gjykatësit të marrin më shumë përgjegjësi dhe të gjenden fajtorët e fatkeqësive si kjo e Koçanit, ku u vran 59 të rinj. Zjarri në spitalin modular, ku u vran 14 pacient, për aksidentin e Besa Transit, ku u vran 45 qytetar, dhe Durmotursin në Laskarc, ku u vran 16 persona. Pandëshkueshmëria sjell papërgjegjësi institucionale, pandëshkueshmëria sjell në njëjtën kohë edhe shumë tragjedi tjera dhe në vende të ndryshme. Po ashtu detyra juaj është të nxjerrni para përgjegjësisë gjykatës e prokuror, të shumë që e kanë penguar drejtësinë në rastet e përmendura dhe më shumë raste tjera ku nuk është vënë as pak drejtësia në vend. Nga Iniciativa Zero paralajmërojnë se gjatë ditës së hënë do të organizohet protest në Tetovë, ku para gjykatës do të kujtohen viktimat e Koçanit dhe do të kërkohet rigjykim për të gjitha tragjeditë. Të hënën në ora 12:30 protestat do të mbahen në Tetovë me piknisje tek sheshi Iliria. Më pas do të përfundoj para gjykatës themelore në Tetovë, fillimisht për kujtim të viktimave të Koçanit dhe pastaj për të kërkuar përgjegjësi edhe për tragjedinë në Koçan, por edhe për zjarrin në spitalin modular që ndodhi para disa viteve. Në kërkesat tona si trinj, për shkak që Iniciativa Zero kryesisht përbohet nga nxënës, student dhe qytetar të Tetovës, kërkojmë që të rigjikohen të gjitha tragjeditë që kanë ndodhur. Përndryshe, në gjykatën e Tetovës së fundmi ka nisur rigjykimi për tragjedinë me djegjen e spitalit modular.